Zonja Nënkryetare e Bashkisë Qyteza, të nderuar kolegë dhe kolegë, studius, përfaqësues të institucioneve partnere, të ftuar. Ju uroj mirëseardhje në Universitetin e Shkodrës Luigjë Gorakuqi në konferencën ndërkombëtare Albanologjia dhe Mërgata, konceptuar si një hapësirë kërkimi që në qendër dhe një nga nyjet themelore të studimeve bashkëkohore shqiptare. Mund të jetë një koincidencë, por kjo konferencë lidhet me samitin e 4 të diasporës në Tiranë. Ne kemi marrë pjesë gjithashtu në diaspora flet në Gjermani, në seminarin e mësuesve në Shkodër vitin e kaluar. Universiteti i Shkodrës Luigjë Gorakuqi, në një vizion të qartë akademik dhe shoqëror, merr pjesë në sesionet e dedikuara të samitit të 4 të diasporës në 2 panele në fakt, përmes angazhimit me mbështetjen e çmuar të GIZ Albania në kuadër të programit Bashk për Gjuhën dhe Identitetin Shqiptar. Po ashtu edhe projekti forcimi i mësimdhënies në gjuhën shqipe dhe identitetit në diasporë. Gjatë këtyre 2 ditëve, vizitorët dhe pjesëmarrësit kanë pasur mundësi të njihen nga afër me një nismë që synon në ruajtjen dhe transmetimin e gjuhës shqipe dhe identitetit kulturor për brezët shqiptar jashtë vendit. Gjuha, si themeli i përkatësisë dhe kujtesës kolektive, mbetet një përgjegjësi e përbashkët akademike, institucionale dhe komunitare. Ky projekt po zbatohet me mbështetjen e GIZ në emër të Ministrisë Federale Gjermane në bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim, duke kontribuar në ndërtimin e urave të reja të bashkëpunimit nëpërmjet arsimit lartë shoqërisë civile dhe diasporës shqiptare. Konferenca jonë sot, Albanologjia dhe Mërgata, trajton albanologjinë në lidhje të drejtë për drejtë me mërgatën si një fushë prodhim dijesh, ku gjuha, kujtesa dhe identiteti veprojnë si kategori ndërmjetësuese midis hapësirave dhe kohëve të ndryshme. Në këtë kuadër, Mërgata, disi më poetike, diaspora, disi më akademike apo na sjelltas, ndoshta është edhe mund të debatohet gjatë këtyre 2 ditëve. Pra Mërgata paraqitet si një konfigurim kulturor dhe gjuhësor në zhvillim të vazhdueshëm që gjeneron forma të reja të përvojës dhe kuptimit. Punimet e paraqitura dëshmojnë një orientim drejt qasjeve analitike që vendosin albanologjinë në marrëdhënie me proceset historike, migratore dhe ndërkulturore. Studimet mbi traditat arbëreshe, mbi format e shumë gjuhësisë dhe mbi dinamikat e diasporës bashkëkohore artikulojnë një vijimësi të ndërmjetësuar ku kujtesa funksionon si strukturë prodhuese dhe mekanizëm i ndërtimit të identitetit. Në këtë perspektivë, albanologjia shfaqet si një fushë kërkimi me shtrirje transnacionale e integruar në rrjete bashkëpunimi dhe në qarkullim të ideve, duke zgjeruar horizontin e saj metodologjik dhe institucional. Universiteti i Shkodrës Luigjë Gorakuqi konsideron këtë angazhim pjesë të rolit të tij në zhvillimin dhe ndërkombëtarizimin e studimeve albanologjike. Shpreh vlerësimin tim për punën e qendrës së studimeve albanologjike dhe për kontributin e të gjithë studiusëve që japin formë kësaj konference. Megjithatë, përtej kësaj, më lejoni të bëj 2 konstatime. Së pari, edhe pse tematika te i kalon Shqipërinë, pasi ka shumë folës jo shtetas shqiptar, mendoj se duhet zgjeruar më tej aspektin ndërkombëtar i konferencave të tilla në kuptimin e daljes përtej botës shqiptare, pra edhe të studiusëve që vijnë nga vende të huaja, studiusëve të huaj e tjerë. Së dyti, vijoj të insistoj për dizenjimin e një programi bachelor 3 vjeçar të studimeve shqiptare për të aplikuar deri në vjesht të këtij viti për të qenë gati për vitin akademik 2027-2028. Në këtë drejtim vijojmë të jemi të vonuar. Ju ftoj sot dhe nesër të shkëmbejmë së bashku ide dhe të eksplorojmë mundësi të reja bashkëpunimi edhe në këtë drejtim dhe për këtë ide. Ju uroj punimet mbara dhe që Shkodra të jetë një pikë takimi e mendimit tuaj me kujtesën e saj si një tekst i hapur në dialog me kërkimet tuaja. Suksese.